Eksperti njohur amerikan i politikës së jashtme Edward Joseph ka ndalur sot vëmendje mbi raportet e tensionuara mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke komentuar si veprimet e Washingtonit ashtu edhe ato të Prishtinës. Në një intervistë për emisionin interaktiv në KTV, ai kritikoi pezullimin e dialogut strategjik nga SBA-ja, duke cilësuar këtë veprim jo vetëm të papritur, por edhe të gabuar në një moment kur komunikimi mes palëve është jetik. Joseph paralajmëroi se Kosova nuk ka luksin politik të hyjë në përplasjet me aleatin e tij kryesor. Asnjë qeveri e Kosovës nuk mund të përballojë të armiqësohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u shpreh akademiku profesor në Universitetin Johns Hopkins, edhe njohur si hershëm i zhvillimeve në Ballkan. Në analizën e tij, tensionet aktuale janë rezultati një dinamike të ndërlikuar ku ai vën në dukje edhe gabimet e qeverisë së Kosovës, të cilat i cilëson si provokime të panevojshme në raportet me Washingtonin. Eksperti ripohoi deklaratat e tij të mëhershme në Komitetin për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, ku ishte theksuar se brenda Departamentit të Shtetit, kryeministri Albin Kurti shihesi një pengesë për avancimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ai nënvizoi se në strukturat burokratike të diplomacisë amerikane ekziston shqetësime se qasjet e Kurtit ka vështirësuar proceset e dialogut dhe koordinimin strategjik. Në vlerësimin e tij, pezullimi i dialogut strategjik është prova më e qartë e rritjes së tensioneve. Sipas Joseph, ky hap nuk ndihmon ngritjen e besimit dhe hap një kapitull të ri të brisht në marrëdhëniet bilaterale. Ai shtoi se përtej këtij vendimi mbeten një sër çështjesh të tjera që kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, përfshir koordinimin diplomatik, reformat e brendshme dhe orientimin strategjik të Kosovës në raport me aleatin e saj historik. Joseph përfundoi se rikthimi i komunikimit konstruktiv dhe shmangja e veprimeve të papritura nga të dyja palët janë kyçe për stabilitetin e marrëdhënieve dhe për vazhdimin e projekteve të përbashkëta që lidhen me sigurinë, zhvillimin dhe integrimin euroatlantik të Kosovës.